Ishte ky paralajmërimi i fundit i Donald Trump për Iranin, paralajmërim në fakt që e bëri edhe ditën e djeshme në fjalimin që mbajti në takimin e parë të bordit të paqes në Washington, dhe për këtë zhvillim do të kemi në linjë të drejt për drejt ekspertin e çështjeve ndërkombëtare, zotin Xhavit Shala. Zoti Shala, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e pat mbledhjen e parë të bordit të paqes dje në Washington me pjesëmarrjen edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, padyshim? Mbledhja e bordit të paqes ishte fillimi i operacionalizimit të vetë bordit të paqes, i cili funksionon mbi bazën e rezolutës 2803 të datës 17 nëntor të 2025 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pra, çdo gjë deri tani është brenda kornizës së kompetencave të deleguara nga Këshilli i Sigurimit, pra. Dhe bordi i paqes menjëherë filloi aktivitetin duke operacionalizuar strukturat, pra vetë bordi i paqes, vetë bordi ekzekutiv. Pas bordit ekzekutiv, përfaqësuesi i lartë i bordit, pra strukturat tashmë janë ngritë zyrat përkatëse dhe kanë filluar funksionalizimin. Komiteti apo autoriteti përgjegjës për menaxhimin, autoriteti palestinez përgjegjës për menaxhimin e Gazës, dhe gjithashtu edhe struktura që do të merrej me zyrat e rekrutimit për policinë palestineze, pra që do të ka filluar intensivisht dhe dje u paraqitën raportet përkatëse. Mund të them që bordi filloi aktivitetin e tij duke dhënë një raport financiar, pra lidhur me rindërtimin e Gazës, një nga detyrat kryesore të deleguara nga Këshilli i Sigurimit. 17 miliard dollar janë bërë bashkë. Tasinë e buxhetit të vënë deri tashmë nga shtetet pjesëmarrëse, ku vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës ka dhënë pjesën më të madhe, rreth 10 miliard dollar, ndërkohë që shtetet tjera bashkërisht kanë shkuar edhe 7 miliard tjera, rreth 17 miliard. Ndërkohë, gjithësasia që mendohet për të ridërtuar bëhet rreth 70-70 miliard dollar afërsi, domethënë diçka më shumë ose diçka më pak. Pra ka filluar në aspektin ekonomik, në aspektin e forcave së sigurimit. Edhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm, sepse paqja faktikisht ka pas sënime të pjesshme, por paqja në përgjithësi është ruajtur dhe funksionalizimi i kësaj force të sigurie, force stabilizimi është shumë i rëndësishëm, dhe këtu shtetet, mund të them që 2 shtetet shqiptare, Shqipëria dhe Kosova, janë ndër 5 shtetet që do kontribuojnë me forca sigurie, ku ndër me tjera pastaj janë Indonezia, është Maroku dhe Turqia dhe Kazakistani. Këto janë 5 shtetet. Turqia deri tash nuk është bërë ditur, është interesante kjo, siç duket ka patur shumë presion nga Izraeli, po më thoni? Nga Izraeli, por do duket më pas kjo. Komanda Indonezia do ketë numrin pothuajse më të madh. Presidenti indonezian ka për 8.000 forca ose edhe më shumë se 8.000 forca sa të ketë nevojë, ndërkohë që Indonezisë jepet edhe posti i zëvendës komandantit në të forcë stabilizimi. Pra kjo është një pak i rëndësishëm këtu. Pra këtu ka filluar, ndërkohë ka filluar përgatitja e forcës policore që do të jetë nën komitetin apo autoritetin civil palestinez që do po ngrihet në kuadër të këtij bordi. Shifrat ishin interesante, bile është hapur aplikimi ditën që filloi ky mbledhja e bordit, dhe brenda disa orësh shumë pak kanë aplikuar mbi 2000 sa shtetas palestinez për tu përfshirë, për tu testuar, trajnuar si pjesëtar të kësaj force policore. 2 shtete arabe, në këtë rast Jordania dhe Egjipti, kanë marrë përsipër trajnimin e forcave policore. Pra, forcat policore palestineze do të jenë palestineze, normalisht do kalojnë nëpër filtrat që mos i përkasin, mos jenë të ekstremistë etj. Dhe më pasaj të kalojnë në proces trajnimi, dhe me sa duket edhe për një pjesë të këtyre ka filluar edhe procesi i trajnimit për atyre që janë rekrutuar më parë. Pra duket sikur ka filluar operacionalizimi gjithçka brenda autoritetit të Organizatës së Kombeve Bashkuara. E theksoj këtë sepse ka patur shumë dilema, edhe shtete tjera që nuk u bashkuan, duket u tremën pak nga karta
karta që normonte punën e këtij autoriteti që sikur ky autoritet, ky bord do të sfidonte OKB-n, sigurimit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara apo vetë Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Po ta shohë deri tani ky autoritet, ky është një strukturë, ka një personalitet ndërkombëtar, po themi, është brenda strukturave të Këshillit, është me kompetencat që ka deleguar Këshilli i Sigurimit. Pra deri tashmë është diçka është brenda kuadrit ligjor të këtyre strukturave të sigurisë që janë deri sot. Por kur bëhet fjalë për Gazën, por në kartë bëhet fjalë edhe që mund përdoret si strukturë edhe për të menaxhuar edhe konflikte të tjera, dhe këtu ka plas debati pastaj, nëse kjo po kthehet në një ky këshill apo ky bord paqe, një strukturë që po rivalizon Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ja, do të pyes pak më poshtë për OKB-n, zoti Shala. Bashkuara kishte 5, po. Do të pyes pak më poshtë për rolin e OKB-s, po qëndroj. Kombeve të Bashkuara kishte 5 shtete. Do të pyes pak më poshtë për OKB-n. Qëndrojmë tek Shqipëria dhe Kosova, ndërsa Indonezia ka ofruar rreth 8.000 trupa. Sa mund të jetë kapaciteti i Shqipërisë dhe Kosovës në këtë operacion në Gaza? Unë mendoj që kapaciteti, është buxhet i madh që harxohet për to, kështu që kjo do jetë mbarsi. Unë mendoj që pjesëmarrja e Shqipërisë dhe Kosovës do të jetë simbolike, mund të jetë më në kompani. Nuk besoj se mund të jetë në nivel më të lartë, sepse janë shpenzime të mëdha. Por përveç forcave ushtarake që mund të marrë nga një kompani, mund të ketë edhe autoritete civile, domethënë ekspert fushave me trajnimet në polici, pra do të jenë të këtyre përmasave, sepse Indonezia ka kapacitete të tjera. Kjo pavarësisht që këto do jenë në këto nivele, pra kompani ose diçka më tepër, që mund të jetë një kompani ose dy kompani secili shtet, kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse tregon që Shqipëria dhe Kosova janë mbështetësi, janë pjesëmarrë në këtë strukturë të re të menaxhimit të krizave, që është shumë e rëndësishme të theksohet me autoritet të deleguar nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me një rezolutë përkatëse. Pra Shqipëria dhe Kosova tashmë nuk mund të quhen më konsumator sigurie, por edhe eksportues sigurie. Kjo është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Tashmë Shqipëria ka kaluar në një stad tjetër edhe në paraqitjen ndërkombëtare në aspektin e pjesëmarrjes në misione paqërujtëse, sepse edhe ky është një mision. Por për Kosovën është shumë e rëndësishme. Kosova nuk është antare e Këshillit të Sigurimit, antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sepse dihet pengesat që janë vendosur nga Serbia dhe nga vendet të tjera që nuk e kanë njohur, apo dy antarë të përhershëm Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe Kina. Por Kosova është tashmë antare themeluese një strukture që është deleguar autoriteti i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo është një arritje, unë mendoj është një arritje për Kosovën. Kjo lidhet pastaj edhe me tregon një nivel pikurie shtetërore për Kosovën, dhe normalisht do ketë një farë rivalizimi nga ana e Serbisë. Serbia nuk është pjesëmarrëse. Gjithsesi këto janë problemet e tyre, le të merren me krizat e tyre, por Kosovën kjo është një arritje. Gjykoj edhe vetë presidenti Trump falenderoi në mënyrë të veçantë edhe Kosovën, edhe Shqipërinë, po edhe Kosovën. Aty ishte një moment i rëndësishëm që lidhet edhe me atë që ka pasi sensibilitet të jashtëzakonshëm këtë ditë për gjyqin ndaj autoriteteve të larta të ish ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku kryeministri në këtë rast në fjalën e tij informoi të gjithë bordin, por edhe kërkoi edhe ndërhyrjen e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për një proces që është një proces totalisht i stisur, një proces ku prokuria sidomos ka punuar vazhdimisht me materiale të servitura nga inteligjenca ruse dhe inteligjenca serbe. Pak a shumë kjo u bë sikur asgjë mos japi efekt aty, botë që gjithë ata kryetarë shtetesh dhe qeverisë dhe ministra, disa për cilë ishin edhe financues të kësaj gjykate, morën informacionin e dorës parë për çfarë po ndodhe me gjyqin që bëhej ndaj leadershipit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po me gjas edhe në takimin pak sekondësh. Edhe në takimin pak sekondësh që Rama dhe Osmani patën me presidentin Trump në fund të mbledhjes së bordit të paqes, kanë diskutuar këto detaje, të paktën kështu janë informacionet, pra në lidhje me atë që po ndodh në Haag ndaj ish drejtuesve të UÇK-s. Po,
bëhet fjalë që kjo është diskutuar, se s'kan tjetër diskutoj, se ishte një diçka shumë emergjente dhe të dy liderët shtetëror të Shqipërisë dhe të Kosovës, duke të kanë informuar më në detaje, kanë thënë edhe gjëra që nuk mund t'i thoqin edhe në publik, mbase nga informacionet që ka disponojnë, nuk duhet të harrojmë se kjo gjykatë u ngrit edhe nën presionin dhe nën ndrysinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ishte një vendim politik. Dhe këtu Amerika ka përgjegjësinë e saj edhe në ndjekjen e këtij procesi. Dhe mendoj që nuk e di se çfarë ndryrë mund të bëhet nga amerikanët, sepse ne do të kuptojmë që ata drejtësia është e shejtë, por drejtësia është e shejtë këtu do duket ke vendimi i gjykatës, domethënë, sepse prokuroria e bëri atë çorbën që e bëri dhe për të justifikuar ato parat e harxuara apo të milionat e hedhura, u përpoq të paraqisë akuza të montuara, të cilët pothuajse nga gjithë palët janë pranuar si akuza të montuara dhe tashmë do duket do të jetë në dorë të gjykatës në integritetin e saj të vlerësojë këto të ashtuara prova të paraqitura nga ana e prokurorëve të posaçëm. Kjo do duket, pastaj ka qenë një moment shumë i rëndësishëm shfrytëzimi i këtij eventi për ta ngritur në nivel më të lartë. Nuk ka nivel më të lartë politik ku mund ngrihet çështja e lidershipit të Shoqërisë Kombëtare të Kosovës. Dhe këtu do të kemi parasysh që këta Rusia dhe Serbia nëpërmjet kësaj janë përpjekur të godasin shtetin e Kosovës, ndërkohë që shteti i Kosovës në këtë aktivitet u paraqit si shtet themelues në bordin e paqes dhe do të jetë shtet pjesëmarrës me forca atje. Pra, nëse ata përpiqen të godasin shtetësinë e Kosovës, Kosova manifeston një nivel tjetër pikurie në raport me vitet e më përpashme. Edhe Kosova nga konsumuese sigurie, sepse akoma është një status ku fori është aty, është edhe një eksportuese sigurie, pra e jep kontributet në arenën ndërkombëtare për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ky është një element që ne shqiptarët duhet në të dy anët e kufijës duhet ta përmendim shumë. Gjithsesi, edhe ajo që konsumon siguri, mund ta themi që nëse në fillim pas përfundimit të luftës i kishte 50.000 forca fori, 50.000 forca amerikane, thuajse sot forca amerikane janë 400-500, pra ndërkohë që vendet tjera janë diçka më pak. Pra edhe këtu, pavarësisht simbolikës së forit, është shteti i Kosovës që garanton sigurinë e vet. Tashmë ata po ngrenin institucionet e tyre, tashmë pas zgjedhjeve të reja dhe besoj se gjithçka do të shkojë mirë, do të shpresohet tashmë që gjykata ndërkombëtare të bëj gjykata dhomat e specializuara të bëj detyrën e tyre, se pas atyre që bëri prokuroria dhe të shpresohet për vendime të drejta, ndërkohë që në këndvështrimin tim duhen marrë masa të jashtëzakonshme në rast se çështja kalon në apel. Pra duhet punohet shumë në mënyrë që të sigurohen prova të reja shfaqësuese, të demaskohen dëshmitarët mashtrues që kanë qenë jo të pak, të cilët janë demaskuar edhe në aksall në jo pak raste. Kjo mund të thuhet për momentin, ndërkohë që institucionet edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, pavarësisht paralelisht me këtë gjykatë, duhet të theksojnë rolin e rëndësishëm dhe forcën që tregon shteti i Kosovës. Shteti i Kosovës është ngritur mbi bazën e luftës shqyrtare të popullit shqiptar. Nuk lidhet me natyrisht me figurat e veçanta do të lidhet, po ka qenë një popull i tërë dhe një popull të tërë nuk mund ta çosh dot në gjykatë. E vërtet. Pra të sqisësh akuza për ta goditur. Zoti Çala, i kthehemi bordit të paqes. Më përmendët pak më parë që nuk ka mbivendosje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Edhe fjalimi Donald Trump dje, duket se ishte me tone të qeta për OKB-n, ishte edhe komplimentues për punën e bërë, edhe pse kohë më para ju fol edhe për ta shkrirë, për të mos e patur më këtë organizat. Pra, duket se janë qetësuar edhe ujrat në lidhje me OKB-n. Shiko, Organizata Kombeve Bashkuara është garantues, domethënë është institucioni zyrtar për sigurinë ndërkombëtare, është vetëm një strukturë që njihet, kurse ky bord tashmë është krijuar me autorizimin e kësaj organizate dhe në një farë mënyrë nuk mund të një institucion, një organizatë e krijuar me kompetencat e deleguara nga Organizata Kombeve Bashkuara të dilte kundër, nuk shkonte, ishte nonsens. Edhe
Kjo duket edhe nga reagimet të tjerëve, shteteve të tjera të cilët hezituan me pas qenë në fillim euforik me bordin, kur thanë që kur mendua që ishte vetëm për çështjen e Gazës, por kur doli karta pastaj edhe u mendua që shiko bordi ka edhe ca synime të tjera, ka edhe para të merret me paqen edhe sigurin edhe në rast të konflikteve të tjera. Kjo atëherë disa shtete duke filluar edhe aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç edhe Bashkimi Evropian, edhe disa shtete perëndimore të fuqishme europiane, të cilët duket hezituan, por ky hezitim unë mendoj që do shkrihet avash dhe legitimiteti i bordit do vi duke u forcuar sidomos në mënyrën se si do zgjidhet çështja e Gazës. Pra, kjo është prova zjarri për këtë bord, sepse edhe për këtë ka dhe autorizimet përkatëse nga Këshilli i Sigurimit. Në një zgjidhje drejtë e çështjes së Gazës, kalimin e etapave të tjera, vendosja e paqes, rindërtimi, gjetja e fondeve dhe kthimi i Gazës në ato shtetet paqësorë të linjës së mesme. Pra, kjo do të jetë një provë zjarri dhe kjo pastaj do të krijojë mundësinë këtij bordi që të vazhdojë pastaj edhe për atë synimin që ka. Shiko, faktikisht presidenti Trump ka qenë lartpamës në këtë drejtim se Organizata e Kombeve Bashkuara pothuajse ka vite të tëra që duke funksionuar Këshilli i Sigurimit me një bord, me një këshill sigurimi që 5 shtete kanë drejtën e vetos, ndërkohë që gjysmët e konflikteve kanë njërin nga këto shtete nuk po i përmend me emër, njërin nga këto shtete të Këshillit të Sigurimit, atëherë është penguar, është neutralizuar dhe është bërë ineficiente. Ngritja e këtij bordi tashmë kjo kalon në prakticitet. Pra konfliktet zhvishen në ana burokratike merret një vendimarrje. Nëse do thonë ju po tashmë kemi 5 shtete që kishin të drejtën e veto, tashmë është vetëm presidenti Trump. Tash gjithçka do duket nga mënyra si do zgjidhet kjo krizë. Dhe për zgjidhjen e konflikteve të tjera ka një nem të kësaj kartës së bordit, e cila thotë kjo do varet nga delegimi që i bën Organizata e Kombeve Bashkuara, pra duke përfituar nga ky model, Organizata e Kombeve Bashkuara, Këshilli i Sigurimit mund ta delegojë për zgjidhjen e një konflikti tjetër në Iran, apo nga kërkesa nga pranimi i shteteve palë. Pra, mund të mos vihet parë në Organizatën e Kombeve Bashkuara për 2 shtete, 3 shtete palë, kërkojnë që në një konflikt kërkojnë që të përfshihet bordi në zgjidhjen e këtij konflikti. Gjithashtu edhe nga anëtarësia e shteteve rajonale. Pra, shtetet rajonale mund të anëtarësohen dhe mund të kërkojnë menaxhimin e një konflikti. Pra, unë gjykoj është një organizatë që do ta zgjojë nga gjumi këtë Organizatë e Kombeve Bashkuara dhe mendoj se ka vite që vlitet, ka koha për reforma thella nëse do të mbijetoj kohës, Organizata e Kombeve Bashkuara duhet të reformohet, sepse ato shtete që e krijuan që morën të drejtën e vetos në vitin 45 nuk sot kanë dalë shtete tjera, ka superfuqi tjera ekonomike, ka superfuqi tjera për sa i përket teknologjisë e tjera, ke Japoninë, ke Gjermaninë, të cilat si humbësit të lutës kanë qenë të penalizuara, pra që kanë pretendime për në Këshill, ose mund të mendojnë forma të ndryshme për minimizimin e drejtës së vetos e tjera. Pra, ose do reformohet, ose do dalin organizata të tilla paralele. Sepse tashmë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë këtë konceptin që kjo Organizatë e Kombeve Bashkuara në modelin që është, po kthehet pengesë për zgjidhjen e konfliktit me burokracinë e saj. Numri i konfliktit që ka zgjidhur KB numëron me gishta, ndërkohë që presidenti Trump nëse do dali suksesshëm kjo puna e konfliktit në Gaza, që me çfarë duket ai e ka marrë shumë seriozisht dhe do të dalë se s'ka rrugë tjetër, atëherë kjo do të bëjë që të rritet anëtarësimi. Sa më shumë të rritet anëtarësimi në këtë bord, në këtë organizatë, po gjëm, aq më shumë do rritet legitimiteti i saj. Dhe do të ketë një organizatë Kombeve Bashkuara që do vi duke i rënë autoriteti dhe një bord paqe që do vi duke u ngritur autoriteti. Në kombet, shtetet kanë nevojë për zgjidhje konkrete. Në pak sekonda të fundit, zoti Shala, prisni që t'i bashkohen edhe vendet e Bashkimit Evropian këtij bordi të paqes. Pjesa më e madhe e tyre ishin si vëzhgues ditën e djeshme në Washington me përjashtimin e Hungarisë edhe të Rumanisë. Unë mendoj që Shtetet Bashkimit Evropian direkt apo indirekt do të përfshihen një herë, sepse këto kanë qenë mbështetëse të mëdha të paqes në Gaza. Nëse ata nuk përfshihen në këtë mekanizëm, jo si ata si po të përfshihen qoftë edhe me fonde, duke financuar, sepse aty nuk u tha asgjë për fondet që mund t'japi Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian duhet t'japi fonde për këtë, sepse
janë lagën BE-ja, disa shtetet e BE-s, dhe Izraeli dhe Gaza lagën nga njëjti det, nga deti Mesdhe. Kështu që janë shumë afër për të shtetet europiane janë shumë afër për të bërë sehir dhe nuk mund të bëjnë sehir në këtë rast. Kështu që ata përfaqësuesi BE-s, disa shtete morën pjesë në nivel vëzhguesi, kjo do duket, për ne tashun gjithçka prova zjarrit do të jetë zgjidhja e konfliktit në Gaza. Sa më mirë të zgjidhet konflikti, sa më shpejt, sa më operacional, sa më shpejt të zgjidhet ai dhe të kthehet qetësia dhe paqja popullit të Gazës, popullit palestinez të Gazës, atëherë këto shtete do vinë duke bërë kërkesë njëri pas tjetrit për t'u antarësuar në këtë bord dhe më pas do rritet buxheti i këtij bordi, pra do rritet mundësia për zgjidhjen e krizave tjera. Pra unë mendoj që gjërat do të shkojnë më mirë se sa deri tashmë. Ky bord është brenda kuadrit ligjor të Këshillit të Sigurimit dhe të rezolutës përkatëse të hartuara për çështjen e paqes në Gaza. Do të isha le të falenderoj shumë për kohën dhe analizën që ndam së bashku. Kënaqësi. Faleminderit. Qëndrojmë tek